Gjendja e vështirë në të cilën ndodhet aktualisht skuadra e Lushnjës e ka detyruar kryetarin e bashkisë së këtij qyteti Fatos Tushe që të zhvillojë një takim me lojtarët dhe detyruesit e klubit. Duke përsëritur mbështetjen e plotë të vazhdueshme financiare, kryebashkiaku ka kërkuar më tepër përkushtim dhe përpjekje nga ana e skuadrës. Kjo paraqitje e ekipit sigurisht që më shqetëson mua si president, ka shqetësuar tifozërin dhe sportdashësit lushnjar, që sigurisht me fillimin e vitit të ri buxhetor, të gjitha detyrimet e ngelura ndaj sportit do të jepet prioritet dhe do të marrin të gjithë pagën e caktuar dhe premio. 35 milion që i miratuar nga Këshilli Bashkiak është menduar për të justifikuar punën, pasionin, përkushtimin dhe vullnetin tuaj, por që sigurisht kjo vlerësohet edhe me rezultate. Lushnja aktualisht mban vendin e fundit në renditjen e kategorisë superiore me 19 pikë të grumbulluara në paqe javë të këtij sezoni, ku ka marrë vetëm 5 fitore, 4 barazime dhe ka pësuar 10 humbje.